Do të flasim në këtë momente me mësuesen shqiptare në Izrael, Jeta Gani, e cila do të na përcjell më tepër informacione se si është situata atje ku prej 13 qershorit sulmet e nisura nga Izraeli sollen më pas edhe kundër përgjigjen e Iranit, duke sjellë një situatë të tensionuar atje. Zonja Jeta, përshëndetje, faleminderit për këto minuta në Klan News. Përshëndetje. Fillimisht, si paraqitet situata në këto momente, teksa besoj duke jetuar në Izrael, ju pak a shumë tani më jeni të mësuar me situatën, kemi dëgjuar nga intervistat që keni dhënë më herët se keni dhoma të veçanta, bunker në toksor që ju mundësojnë të mbrojeni në rast të sulmeve, por si paraqitet situata deri në këto momente? Natyrisht situata është shumë e vështirë, situatë lufte që vazhdon të bëhet akoma më ashpër. Ne gjatë gjithë kohës kemi pasur njoftime sot, po më shumë në pjesën e jugut ka pasur vërtet mbasdite sirena dhe gjuajtje nga Irani, por ajo që është për të theksuar që numri i raketave sa vjen dhe zboglohet, që tregon ndoshta diçka që Irani po dobësohet nga raketave balistike që ka, sepse gjithmonë numri është më i vogël dhe natyrisht nuk ka pasur dëme, por situata mund të them që lufta si duket do të vazhdojë të jetë ndoshta edhe më ashpër, derisa të arrijnë ato qëllimet kryesore të Izraelit. Mund të them është si një lojë dominoje, po ti vësh dominot njëra nga kështu që qëndrojnë dhe të shtypësh të parën dhe i rrëzon të gjitha. Do me thënë me radhë, kështu është edhe kjo luftë. Si duket, do të arrihet derisa të jetë dhe rënja e qeverisë, rënja në Iran, e cila ndoshta do të jetë një ndryshim shumë të madh dhe është një nga qëllimet e Izraelit, dhe natyrisht për të arritur dhe për shkatrimin e armëve bërthamore, që ai është qëllimi kryesor. E qartë, si e cilësoni sulmin e datës 13 qershor, i cili në arenën ndërkombëtare u cilësua si në fakt si një sulm i paprovokuar nga ana e Iranit, që ndërmori Izraelin në orët e para të mëngjesit të 13 qershorit, zonja Jeta? Po, ishim të befasuar që të gjithë ishim të befasuar dhe ishte një tronditje shumë e madhe për të gjithë, se në fakt u lajmëruan për sulmin e Izraelit dhe jo për sulmin e Iranit, po sa dëgjuam që Izraeli sulmoi, do me thënë për njëre kuptuan që ne po futemi në një fazë tjetër të luftës, një fazë lufte do me thënë shumë e vështirë, që vërtet të gjithë morën masat, por vërtet hym në një stres që tham prit çfarë po ndodhi, çfarë do të ndodhi. Por me gjitha të ne si popull, do me thënë Izrael gjithmonë, do me thënë është shpritur një luftë kundra Iranit, sepse dihet që është armiku më kërcënues i Izraelit dhe qëllimi i tij është për të zhdukur Izraelin, kështu që mund të themi nga një anë për Izraelin mirë që erdhi kjo ditë, sepse siç filloi kjo luftë, që mund të themi Irani ka filluar këtë luftë dhe ka 20 vjet që punon për këtë luftë. Ne kemi 20 vjet që jemi të sulmuar nga Irani, ata e filluan këtë luftë në 7 tetor, dhe natyrisht që Izraeli si dobësoi Hamasin dhe Hezbollahun, natyrisht që ka ngelur ajo koka e të gjithë këtyre organizatave terroriste dhe shtetet e dobta natyrisht që e mbështetin Iranin, dhe në qoftë se Irani do të bie dhe do të arrijnë ato, do të realizojnë programet që ka Izraeli, unë them që do të jetë diçka shumë e suksesshme për Izraelin, diçka historike për të gjithë botën, dhe ndoshta të shpresojmë që do të kemi ca dekada të qeta. E qartë, po Hamasin Izraeli e dobësoi duke shkaktuar pasoja të rënda, duke vrarë mijëra fëmijë, duke vrarë mijëra civil të pafajshëm. Mund të quhet ky suksesi i Izraelit të vrasësh njerëz të pafajshëm dhe të shkaktosh pasoja aq të rënda sa që raportuam edhe sot tek një pikë shpërndarjes së ndihmave në Gaza, zonja Gani? Lufta, unë e thash më përpara, kush e filloi këtë luftë ishte Hamasi. Ne me Gazën kemi qenë, do me thënë me lidhje të mira, vinin, punonin Izrael, i kemi ndihmuar gjithkohën. Kush e filloi këtë luftë, unë kam thënë dhe një tjetër, duhet ta mendonte për popullin e tij. Tashi, po të shpjegojmë pa Gazën, edhe ne na vriten shumë ushtar, po jo që
Hamasi i vrejt ata ushtar. E gjithë Gaza është e blinduar, e gjithë Gaza. Dhe një pres të edhi Izraeli në atë pikë ku e ka programuar, e gjithë toka atje, e gjithë sipërfaqja flas, sepse çdo gjë është e minuar në Gaza. Çdo shtëpi ka preza, çdo spital është një bazë ushtarake, çdo shkollë është një bazë ushtarake. Nuk janë qendra të cilat shërbejnë popullin për atë çfarë kanë qëllim. Ato të gjitha janë të minuara. Pra ju thoni që edhe populli është i përfshirë? Ku ndodhet Hamasi, nuk e di se ka programin, atje plasin me qindra mira, domethënë kilometra, dhe kështu që ky është një problem i madh për Gazën, por Izraeli asnjëherë nuk ka pasur qëllim që të vrasë popull, dhe ju e shikoni edhe qëllimi, edhe tani në Iran që gjuan, i ka me pika të caktuara ku gjuan dhe nuk gjuan në popull, ashtu siç ne presim prezat nga Irani o nga Hamasi, të cilat të gjitha i kanë për të zhdukur popullin e Izraelit, për të na vrarë e për të na prerë. Irani deri tani nuk ka vajtur të gjua një prezë sa zënë një fabrikë të caktuar ku mund ta ketë fiksionimin. Të gjitha sulmet e Iranit janë mbi popull, janë mbi shtetin e Izraelit. Në qoftë se keni parë ndonjëherë një sulm të Iranit që nuk ka qelluar në popull, atëherë kjo vërtet çdo dhimbje, çdo viktim është një dhimbje e madhe në luftë. Çdo njeri, unë nuk shkoj sipas numrit që mund të ketë në luftë, çdo njeri vërtet është një viktim shumë e dhimbshme. Por ama, këtë luftë që Irani e ka organizuar 20 vjet, ai duhet të jetë një mbështetje dhe për popullin në Liban dhe për popullin në Gaza, të cilët na therrën, na pren në krevate, na dogjën, na përvëluan. Dua të them që ishte një luftë e organizuar nga Irani. Po, të njëjtën gjë Izraeli është duke bërë në Gaza, zonja Gani. Ishte në plan të vriste 30.000 Izraeli, 30.000 t'i vriste dhe t'i dishte të gjallë, ashtu siç bëri me 1.700. Atëherë, çfarë duhet bëj Izraeli? Çfarë duhet bëj Izraeli? Asnjëherë, unë jam shumë e sigurt që asnjëherë Izraeli nuk gjuan në popull. Gaza është duke hedhur pak poshtë këtë deklaratë tuajën, si ajo që është duke ndodhur në Gaza duket se është pak kundërshtim me këtë që ju thoni që Izraeli nuk po gjuan në popull, se pasojat më të mëdha jetët civile dhe njerëzit e pafajshëm i kanë në Gaza, zonja Gani. Ka diçka që duhet kuptuar që Gaza, Libani dhe gjithë bota, mund të them, ku mund të ketë një luftë sot në Ukrainë dhe në Rusi, nuk kanë një sigurim të popullit ashtu siç e ka Izraeli. Izraeli, kur fillon luftën, ka një siguron popullin nga të gjitha anët. Nga të gjitha si në informacion, çfarë do bëhet, edukon popullin si do të matemi në këtë luftë. Pyet diçka tjetër, në qoftë se Hamasi mendoj për popullin e tij, ku do shkonte ky popull? Ku do mbrojë ky popull? Në qoftë se Hamasi që e ka bërë Gazën tunele të cilat arrin deri në Jeruzalem, deri në ku të duash në të gjithë Izraelit. Në qoftë se i hapi këto tunele për popullin, për çfarë i mban tunelet Hamasi? I mban për ato robër të cilët i rëmbeu në 7 tetor. I mban për ato robër të cilët kufomat e tyre i tërhoqi dhe i futin ato tunele. Pse nuk fut popullin e tij që ta ruaj? Keni parë ndonjë njeri që futet në ato tunele, e gjithë Gaza është me tunele. Atëherë, çfarë është kjo pyetje? Në luftë, patjetër do ketë vrasë ai ky popull, edhe që lajmërohet të largohet. Mua nuk më lajmëron njëri që të largohen. Ndërsa Izraeli në luftën e tij lajmëron të gjithë që të largohen atë vend ku gjuan. Problemi është sepse Irani ka mësuar çfarë të bëjnë. Të vën preza, nuk e di në qoftë se në shtëpinë tuaj keni preza, në shtëpinë time nuk kam preza. Në asnjë shtëpi në Izrael nuk ka preza. Atje çdo shtëpi është me preza, çdo shtëpi është me bomba. Atëherë sikur edhe një shkrepse të plasti atje, të gjitha bombat do plasin, natyrisht që numri i njerëzve do jetë shumë i madh, por nuk vriten nga bombat e Izraelit. E qartë. Zonja Jeta, keni komunikuar me shqiptarë të tjerë të cilët jetojnë dhe punojnë në Izrael? 5 shtetas që kishin qelluar gjatë kësaj kohe atje, Ministria e Jashtme ka deklaruar se ndodhen në Egjipt dhe do të kthehen në Shqipëri, po komunitet të tjerë shqiptare, shka atje, si është gjendja e tyre, çfarë lidhjesh keni me ta, si po i përjetojnë këto momente? Këto momente vërtet janë të vështirë për të gjithë shqiptarët, sepse kjo nuk është një jetë normale.
edhe është një luftë ndryshe nga luftrat e tjera. Natyrisht unë jam në korrent me shqiptarët dhe flasim për ditë dhe natyrisht ajo që gjëja më kryesore që është sot, si të kalojë kjo ditë, kjo kohë, sepse vërtet është tensioni nga një anë, por është edhe të maturit me familjet, me kalamajt, me të gjitha gjërat, sepse është një ndryshim total i jetës tonë, jetës së përditshme. Të gjithë shqiptarët deri tani nuk janë të prekur, të gjithë janë mirë, të gjithë domethënë në shtëpitë e tyre, sepse në këtë kohë është e vështirë shumë dhe të japësh ndihmë, sepse ne nuk dalim nga shtëpia, përveç se shkojmë deri në një supermarket. Të gjithë deri tani domethënë dinë të ruhen dhe të mbrohen. Kështu që domethënë deri tani nuk kemi lajme, domethënë kemi lajme të mira, por për sa i përket Shqipërisë, tu është çdo gjë e mbyllur dhe nuk bëhet fjalë jo për në Shqipëri dhe nuk kemi ku të shkojmë sepse të gjitha janë të mbyllura fluturimet. Kështu që çdo njeri ajo që është më kryesorja duhet të ruaj veten dhe të mbrohet dhe të zbatojë rregullat e informacionit ushtarak. E qartë. Larg qoftë, nuk duam ta mendojmë se mund të ndodhë, por në rast të një sulmi të mundshëm ose të një situate lufte në zonën ku ju ndodheni, çfarë instruksionesh keni për të mbrojtur zonja Gani? Pra keni një dhomë e cila është e blinduar, keni po themi tunele në toksore afër zonës ku ju jetoni që ju bëhet thirrje të gjithëve që shkoni dhe të futeni aty. Na tregoni pak më tepër për masat e mbrojtjes që merrni në zonën ku ju jeni. Po, patjetër. Unë e para punës që duhet të kuptohet diçka që kjo luftë, domethënë kur ka sulme Irani, ka sulme në të gjithë Izraelin dhe në zonën ku unë jetoj dhe në të gjithë Izraelin, por ajo, domethënë, si më thënë, zhurma më e madhe ku bie, ku ka një rënje rakete, atje domethënë zhurma bëhet më e madhe. Deri tani në qytetin tim mund të them që falë Zotit domethënë nuk kemi pasur rënje rakete, por unë kam në shtëpinë time, kam dhomë sigurimi, që vërtet është një kohë domethënë vetëm për të futur në një dhomë dhe domethënë jam e sigurt nga ana e raketave dhe të gjitha gjërave, gjitha çdo sulmi që mund të jetë. Por natyrisht ka dhe pallate të cilat nuk i pallatet e vjetra sidomos, ato nuk kanë dhoma brenda, atyre do t'ju duhet të zbresin me shkan në tunele që kanë poshtë pallatit, zakonisht shtëpiat e vjetra i kanë poshtë, por në qoftë se zbatohen rregullat dhe sipas informacioneve që jepen, domethënë asnjëri nuk është në rrezik, edhe këtë rënje pallati që ka pasur në Izrael, edhe rënjet e raketave, njerëzit që kanë qenë në dhomat e sigurimit nuk janë dëmtuar, mund të jenë vrarë pa gërvishtur e gjëra të vogla, por të gjithë kanë shpëtuar. Ata të vrarë që janë, domethënë nga rënja e raketës në përshpio në pallat, ato kanë ndodhur nga që ata nuk janë futur në momentin e dur, në dhomat e sigurimit, o kanë ndërtur në përshkallë. Varet se si momenti, si çdo njeri merr atë vendosin e tij, sepse në 3 të natës kemi pasur në mbron për shembull raketa. Kur je në 3 të natës në gjumë, patjetër është një vendim që thua jam në ëndër, do të çohem. Domethënë ka shumë edhe vendime të tjera që njeriu i merr në kohën që është shumë e rrezikshme për jetën e tij. Zoja, jeta pyetja e fundit. Çfarë mendimi keni për ata që thonë se Benjamin Netanyahu është duke vazhduar këtë luftë sepse fundi i luftës, qoftë në Gaza, qoftë në Iran tashmë që nisi më datën 13 qershor, do të thotë jo vetëm fundi i tij politik, por edhe përballja me drejtësinë ndërkombëtare për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Mund të them që kjo luftë e riktheu Bibin në postin e tij, e riktheu më të fortë, sepse kjo luftë me Iranin, domethënë është si më thënë kyçi i çlirimit, mund të them, të Izraelit nga një armik kërcënues i cili gjithkohon kërcënonte Izraelin, domethënë me vite të tëra, mirëpo siç duket edhe bota edhe njerëzit që vendosin për këtë punë, erdhi momenti që Iranit t'i tregohet vendit tij, sepse në qoftë se ai nuk pranon OKB-n të kontrollojë se në çfarë masi ka armët dhe në qoftë se ka ato armë që i lejojnë të prodhohen, atëherë çfarë i duhet Netanyahu të bëjë, të lëmë akoma Iranin të forcohet dhe pastaj
do me thënë derisa të shkatroj Izraelin, prandaj kjo luftë Bibi Netanyahu dhe qeverin izraelite dhe në këto momente që bëjmë statistikat, mund të them, thot Bibi Netanyahu 70%, 80% i ngritur, do me thënë, dhe i mbështetur nga populli izraelit, sepse ato vuajtje që ne kemi hequr për 20 vjet, edhe më shumë të them nga Irani, asnjëherë nuk i është dhënë drejta Izraelit që të luftojë, sepse ka qenë Irani në çdo luftë dhe jo Hamasi dhe jo Hezbollahu. Prandaj në këtë pikë Bibi Netanyahu është ngretur shumë vlera e tij dhe mund të them që do ngelet një udhëheqës historik për Izraelin. Faleminderit për këto minuta dhe urojmë të jeni mirë gjatë ditëve në vazhdim, zonja Jeta. Ju lutem. Faleminderit.